në dorë nga lokali këtu, sepse nuk pranojnë fëmijë. Lokali është impostuar tek kopshti më përpara kopshtit dhe na ndorën 2 fëmijë në të ftohtë në -10 gradë, se nuk ju shërbejmë nënave me fëmijë. Me të mungesa e edukatës është skandaloze nga ky pronar, nga këto njerëz, nuk e di. Një qytetare nga Tirana i është drejtuar redaksisë Son për të bërë një denoncim publik lidhur me trajtimin që thotë se i është bërë në një lokal në njësi numër Pres në Tiranë përballë kopshtit Sunny Hill. Sipas saj, ngjarja ka ndodhur në lokalin e quajtur DSD Bar Cafe, sot rreth orës 17, në kushte të vështira moti me temperatura nën zero, shi dhe breshër. Ajo thotë se ka hyrë në lokal së bashku me 2 fëmijët e saj të vegjël për të konsumuar diçka të ngrohtë, ndërsa priste bashkëshortin që të vinte t'i merrte. Duke theksuar se lokali ishte bosh në atë moment, qytetarja thotë se stafi i ka kërkuar të largohej. Ajo e cilëson këtë veprim si diskriminues dhe jo human, duke theksuar se është e papranueshme që një nën me 2 fëmijë të nxirret jashtë në mod të keq.